Sot në kuzhinën time vjen aroma e traditës. Do përgatisim lëng me hudhra dhe mish qingji. Pasi shkrim gjalpin, shtojmë 4 lugë të gjellës me miell, I sverdhim pak derisa të largohet ajo aroma e miellit jo të marrë ngjyrë. Më pas shtojmë lëngun e mishit të qengjit gradualisht. Mishin e kemi zier paraprakisht, e përziej mirë që mos të kemi kokriza, e bashkoj me mishin e qengjit, shtoj një lugë të çajit me krip, shtoj një hudhër të plot, I ziejmë për 20 minuta. Pasi ka zier I shtojmë 2-3 lugë të gjellës me uthull molle, piper të zi, mix erëzash, e ziejmë për 5 minuta dhe më pas shkrim pak gjalp me spesë të kuq. E servirim bukur dhe ja ku e kemi një pjatë ngrohtë dhe plot shije.